Wow! Thomas, çfarë gare fantastike! Wow! Ne duhet të kishim qëndruar me Nian. Nuk bëm as pak mirë që ja bëm këtë renk. E po, pa shikoja një vetën. Nuk është çudi që përfunduat në tokë, lopçar. Ky nuk është më perëndimi i egër. Ka arsye pse ka kufizim shpejtësie. Po, E di këtë, ne po ecnim me të vërtet shumë shpejt. Por dikush duhet të na sjell vincin e avarive. Vinçin e avarive? Vinçin e avarive? Që na bëra për të qeshur t'janosh. Pa më thoni një herë, nga jeni juve? Ne jemi nga ishulli i Sodorit. E po, nuk kemi shumë vinça avarish këndej rrotull. Po, çfarë ndodh kur një tren del nga shinat? E po, ndonjëherë thjesht rrin aty në tokë dhe bëhen me pluri ashtu si puna jote. Vetëm nëse nuk bie shi, sigurisht. Se kur bie shi, atëherë rrin shtrir aty në balt dhe ndryshken. Të pluhurosur ose të ndryshkur. Ose nëse ka njerëz të fortë, ne përdorim forcën e tyre për ta çuar përsëri atë në shina. Forcën e njerëzve the? Patjetër, fuqinë e njerëzve, fuqinë e kuajve. Çfarë të jetë? Mjafton që të gjejmë njerëzit apo kuaj. Prit! Theu këtu! Shpresoj shumë që Nia të jetë mirë tani. Ej, Thomas, a di që të ketë kafshë të egra këtu?